Falenderoj shumë, zoti Axhia. Je njeriu më kompetent që unë mund të them që çfarë po ndodh me drejtsinë. Ka ngjallur shumë debate, ka gati replika, por më rëndësishme është që kemi arritur në një pikë që tashmë po bën ato debatet juridike që duhet bëshin kur po bëhet reforma në drejtësi, po bëhen tani sepse në fund deputetët e votuan atë. Tani të njëjtit deputet thonë pse kjo është kështu, pse kjo është votuar kështu, pse është ky ligj i tillë. Në fakt këto i ka thënë kryetari i maxhorancës që personalisht mua më ka habitur që ai ka plot jurist në grupin parlamentar të tij që mund të kishte thënë, zoti kryeministër, kjo është gabim, se nesër mos thua pasaj që pse të ndodh kjo. Tash më bombardove, se më hodhe një temë që ka brenda shumë pyetje dhe unë duhet të jem i kujdesshëm jo për ato që do të them, po që t'i përgjigjem gjithë atyre momenteve që ngritet jo. E para është një shqetësim i madh për opinionin dhe për gjithë popullin shqiptar, për gjithë pushtetet legislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit, ky problemi që ju sapo pozuat tash. E para është që ne duhet të bëjmë marrëveshjen e fjalës që reforma në drejtësi është e domosdoshme. Në mënyrë absolute dhe nuk e diskuton njeri dhe s'duhet ta diskutojë njeri. Kisha ardhur momenti që të bëj një reformë e thellë. Por hitës së vërtetës që reforma në drejtësi është në disa aspekte. Është në kuadrin ligjor, që ne kemi të shkëlqyer, me një përjashtim, që në aspektin penal kemi dënimet më të rënda në Europë. Si, kemi dënimet më të rënda në Europë? Më të rëndat në Europë. Në kontinent? Ta them me kompetencë. Jo, po kompetenca sigurisht që thot kryetari i dhomës avokatit që quhet Max Axhia, unë e marr të mirë qenë. Në mënyrë absolute. Do në kontinent, zoti Axhia, ne kemi dënimet më të rënda? Dënimet më të rënda. Të mund sfidoj këdo që të ulet ballë për ballë dhe t'i marrim gjitha nenet, kemi dënimet më të rënda. Do thënë ju thoni në 5 vitet e fundit fjala vjen apo në vazhdim? Në vazhdimsi. Po sidomos kuadri i ri ligjor me ruajti traditën e dënimeve të ashpra. Do të nga 2016 e keni fjalën që u miratua me 140 vota. Po ishtin, që të jemi edhe konsekuent në atë që flasim, kishte dënime të rënda, por vazhduan dënime të rënda dhe në kodin e ri dhe në pasqyrat e reja, ndryshimet e reja që u bën. Po? Pra, në kuadrin e ligjor, ligjet i kemi shumë të mira, i kemi bashkohore në gjitha fushat, jo vetëm në penale, në civile, por dënimet i kemi shumë të rënda. Dënimet i kemi shumë të rënda. Po kjo është kontradikt kjo. Plus, ja doja them unë, plus që edhe masat e sigurimit, që janë goxha me inspektor të gjerë, edhe ato zbatohen me një ekstretimitet të jashtëzakonshëm. Edhe këto më ekstremet në Europë? Gjithmonë, jo. Po patjetër, në zbatim po. Po pra, dhe këto janë, domethënë, tha dënimet me ekstremet më të larta në Europë dhe zbatimi masave represive ekstremet i zbatojnë në Europë. Sistemi jonë, po. Unë kam qenë pata fatin që të jem edhe në komisionin e ekspertet nivelit të lartë për reformën në drejtësi. Edhe me thënë të drejtën nuk kam qenë dakord sepse që të bësh një reformë në drejtësi është njësoj si të bësh një autostradë dhe të mos lësh rrugët dytësore. Ne bëm autostradën, filluam, gërmuan të gjithë, i prishëm gjitha rrugët, po s'lam rrugët dytësore se do rrugët e komunikimit. Absolutisht. Kështu që kjo solli që hoqim gjyqtarët, hoqim prokurorët, pas një plan, pas një studim se si do este zbatimi i çështjeve në praktik, qoftë në hetim, qoftë dhe në gjykim. Do të reforma në drejtësi ngjani autostrade pa rrugë dytësore dhe pa mbikalime. Pa rrugë dytësore. Që do të thotë e filluam, hoqim gjyqtar, por nuk menduam për zëvendësimin e tyre. Nuk menduam se si do zgjidheshin proceset, se jeta në vendin tonë vazhdonte. Konfliktet vazhdonin, krijoheshin, çështjet ishin për gjykim, krimi vazhdonte, kështu që hetimi vazhdonte, por haruam që hoqim personelin. Pra, produkti që nxorëm ishte i mangut. Qëllimi ishte sublim, por haruam që qëllimi nuk do të justifikoj mjetin. Dhe ne, ata që na diktuan këtë reformë, që prandaj thash që në fillim që duhej bërë,
ata nuk menduan se si do vazhdonte kjo. Ata menduan vetëm që të heqim të korruptuarit, të paaftit nga sistemi. Po pse si dëgjuan ju? Si e mendoni ju këtë gjë? Sepse, për mendimin tim, po të them vetëm një shembull. Për hitës së vërtetës, kam qenë në një krah me Ben Rakipin, me Arben Rakipin, ish prokuror i përgjithshëm, një koleg edhe një profesionist shumë i mirë. Ish prokuror i përgjithshëm, dakord me ish prokurorin e përgjithshëm. Që po marr vetëm një aspekt, aspektin e prokurorisë. Nuk kemi qenë dakord me këtë sistem prokurorie që vendos. Se ky është një sistem i një prokurorie tepër të avancuar që operon në një nivel të lartë kulturor të vendit, me një shkallë të lartë demokracie, me një shkallë të lartë përgjegjësie dhe profesionalistë të shkëlqyer. E keni fjalën për shprishjen e piramidës? Po, nuk ishte kontrollin vertikal. Gjë që çoi prokurorin e përgjithshëm në një figurë administrative. Kush e mbështes tek këtë që zbatuar tani? Ndërkombëtarët. Dhe ajo që neve parashtruam dhe për mua është edhe çelësi për të zgjidhur gjithë këtë konflikt, ishte sepse ndërkombëtarët nuk njihnin asgjë nga mentaliteti, nga historia, se çdo gjë ka një histori. Duke pasur një histori, një traditë në aspektin penal, në aspektin civil, në aspektin e konfliktit, në aspektin e marrëdhënieve familjare, ajo u injorua. Jo se u injorua se s'donin ta bënin, por nuk e njihnin. Dhe nuk e morën si kriter, nuk e morën si një kriter deciziv në reformën gjyqësore. Për shembull, unë mund të them 70% të lëvizjeve të gjyqtarëve prokurorë ishin me vend. Po 30% të tjerat kanë qenë abuzime. Domethënë ju është bërë padrejti. Në mënyrë absolute. Se janë hequr gati 400. Janë hequr asete nga sistemi i prokurorisë. Po ta bëjmë kështu më konkrete. A mund të përmendet se më kujtohet në një intervistë me zotin Rakipi, ka përmendur disa emra që mua më ka ardhur shumë keq, që tha jam habitur, tha filani, tha se si kanë ikur, tha që unë i njoh personalisht, se janë produkte të shkollës që më kanë dhënë. A mund të përmendet sepse jo thjem s'duam të themi 1, 2, 3 emra. Unë i njoh të gjithë në sistemin e drejtësisë. Prandaj po i pyes. Ne që shumicën, po them, sidomos 40 vjeçare sipër i kam pas student kur isha në. Sepse ju keni kaluar në shkollë. Por unë mund të them dhe të sjell shembull, për shembull, Artan Reshka. Artan Reshka? Po. Se Artan Reshka nuk është? Nuk është, e kanë hequr. Çfarë thua? Po. Admir Belishta. Artan Reshka nuk është? Po. Ma bide për këtë. Admir Belishta. Me integritet, profesionist, me atë që njoh unë si gazetar flas. Po kur e thoni ju? Po. Gjyqtar pasaj sa të bësh? Po 2-3 gjyqtar. Artur Gaxhe. Po. Tjetër? Gjyqtar të tjerë se tash nuk po më vinë Selimi me emrin Selimi, nusja e shkëlqen Selimit. Do thënë ju i keni pasur student apo i keni pasur thjesht? I kam pasur edhe student edhe koleg. Edhe koleg. Do më thënë, tash pyetja ma bëre në një fazë që unë isha e pa përgatitur të sjellja emra. Po unë mund të sjell emra në një debat, mund të sjell emra plot, të cilët çka ka ndodhur me këta? Këta tash kanë filluar në profesion. Jo, çka ndodhi me këta? Pse i hoqën? Çau gjetën? Artan Reshkës për shembull. Absurditete. Çfarë? Absurditete. Për shembull, shikoj, po them vetëm një fakt. Po. Shqipëria nëpërmjet Bankës Botërore kur raporton të ardhurat, raporton dhe remitancat. Po. Që do të thotë paraja e hyr nga emigrantë dhe nga diaspora. Shumë bukur. Dhe thotë kaq nga diaspora, kaq miliarda, 1.4. Vit për vit, po 1.4. Këtë vitin që kaloi mos. Viti që 1.4. Dhe ka qenë gjithë që të paktën nga viti 1995. Këtej ka statistika. Eksakt. Ku erdhi puna? Sa bukur. Ku erdhi puna që këta thoshin unë mi ka sjell vllai ose mi kam sjell vetë se kam punuar dhe vetë që i ri në Greqi për shembull. Jo thot, na bjer faturat ta. Pa ajo është punë e zezë. Remitancat janë gjitha punë të zezë. Ja gjithë punë zeza. Të dua trokita, sepse ke kapur një shifër aq të bukur. Tani kjo 1.4 miliard, domethënë nuk njihet në sistemin e drejtësisë. Jo, s'u njoh parasysh, nuk u mor parasysh. Dhe ajo që është më bukur është se në kushtetut e ke që pasuria e kalkuluar gjyqtarëve dhe prokurorëve do të ishte 2 fishit të ardhurave. Mjafton të ishte brenda 2 fishit të ardhurave, ishte brenda kriterit për të vazhduar në sistem. Gjithë vettingu u përqendrua te pasuria. Po diti Admir Belishën se do më fali, do më lejoj që ta them të. E di çfarë kanë thënë? I kanë thënë
ku i more gurët që ndërtove shtëpinë rindërtove shtëpinë në fshatin X të Korçës? I thot, kjo është e sharak. Se për gjithë ata që na dëgjojnë, po flasim për juristë të me cilësi profesionale, profesionistë dhe të dershëm. Nuk është se ka pasur akuza. Jo, absolutisht. Po pra. Jo vetëm cilësi profesionale, po dhe akademike. Dhe akademike, po dhe akademike. Edhe të përkushtuar. Dhe akademike. Tash janë një sër këta që duhet të gjinde një mekanizëm se si të kërkohet falur, të paktën. Po ata i kanë çuar çështën në Strasburg? Po nuk e zgjidh Strasburg. Pse? Se zgjidh Strasburg. Pse ata përfundimisht? Ja, u shkëputën ata, 15 vjet ata nuk hyn në sistem. Prandaj themun një sër asetesh të tillë kuadrosh. Unë nuk e di këtë Artan Reshkë, se u habitë shumë, edhe vetë ose është dhe një prokurore Besa në Shkodër. Po? Nga më të ndershmet. Do dhe këtë kur e thot një avokat si Max Argjia, unë tashit më vinë disa emra. Jo, s'ke faj, se unë nuk të kisha bërë këtë. Nuk të, jo, këtë drejt. Po unë të sjell, në qoftë se në një debat. Jo, ma si dhe këtu se publikoj, e lexoj unë listën. Po, të sjell sa duash. Unë e lexoj listën pa silloj. Dikush mund të më thotë më, po tashit ti je një individ, s'mund të gjykosh ti vendimarrjen e një trupe. Shiko, unë dakord, unë respektoj një vendim, por aman, unë të sjell argumenta që s'mund të hiqet një gjyqtar 15 vjeçar, me një eksperiencë 15 vjeçare, pse i thua atij që të ka thënë babai ndërto shtëpinë atje në fshat, sepse është kujtimi i familjes dhe ti thua ku i more gurët. Ose pa i bërë një analizë financiare. Shumë drejt. Si? Megjithatë zoti Axhia për ta mbyllur por këto janë disa. Disa. Këto janë problematika. Unë prandaj thash 70% ishin drejt. Po, ishin vendime të drejta. Tani, vim të ajo më e rëndësishmja, megjithëse unë do bëj një falënderim, të kërkoj ndjes vetëm pak sekonda, kam një falënderim për sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog këtu në Dritare TV, Manigrama Kinvest, që mbështet emisionin Dekalog me sloganin tashmë të njohur, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Transferoni me Manigram Kinvest. Nga agjensitë më serioze dhe më të sigurta. O sa mirë më vjen, kur e thot të kryetari i dhomës kontare të avokatisë, do të thonë është si një vulethat. Zoti Axhia, ju mbani mend për një shprehje lapidar. Unë do ta lexoj fjalë më fjalë që të mos kem asnjë gabim në artikulim. Mes gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve të korruptuar, gjykatësit janë më të korruptuarit. Tani me reformën e re në drejtësi. Më duket se kam thënë ja 10 vjet përpara? Jo, më shumë. Më shumë. Do ta ke thënë, në vitin 2010 ndoshta. Jo, më herë 2009. Da, po 2009. 15 vjet përpara. Më shumë se 15 vjet. Tani sot kjo tregoj që ajo që marrëveshjen që bëm neve që në fillim kisha të drejtë se prandaj u bë reforma. Kjo është e bukur fare. Sot ka një rrezik. Ka ndryshuar? Sot ka ndryshuar, po jo nga Afrika, jo nga ndërgjegje. Po mirë, është në një stajancion që ata që kanë tendencën do ta bëjnë. Tani edhe një herë të jemi pak të qartë. Po. Sot cilët janë më të korruptuarit mbas, po themi, kemi 9 vjet nga miratimi i reformës në drejtësi, 5 vjet spak, 5 vjet e pak muaj, sepse ishte 5 vjetori në dhjetor. Sot si ka ndryshuar? Pra, mes gjykatëve, prokurorëve dhe avokatët, kush janë më të korruptuarit? Tash s'ka mbaruar akoma reforma, zoti Qafo. Që të them unë që po gjithmonë korrupsioni është atje te vendimarrja. Prapë te gjykatësit? Patjetër. Atje është. Ka korrupsion? Por në dijenin time është shumë i frenuar. Është shumë i frenuar. Shumë i frenuar. Për shkak të reformës. Për shkak të reformës, por kjo ka sjell një gjë shumë të rrezikshme. Çka ka sjell? Reforma në këtë drejtim. Sepse gjyqtarët dhe prokurorët po bëjnë shkelje të hapura të procedurave dhe të ligjit. Për drejtat e njerëzit kemi fjalë? Për drejtat e njerëzit, do të them dhe diçka më shumë të rëndësishme që është do të them për herë të parë në këtë emision. Gjyqtarët dhe prokurorët janë bërë trima të shkelin ligjin dhe frika cak të zbatojnë ligjin. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Trima për ligjin? Për të shkelur ligjin. Për të shkelur ligjin. Po. Vetëm për shkak për të qenë brenda. Po. Dhe frika cak? Ta zbatojnë atë. Dhe këtë ta argumentojnë në 100 mënyra. Po të marrë vetëm një aspekt. Kjo është shumë e rëndë. Kjo është alarmantja.
Kjo është alarmantja e produktit të reformës, që duhet të vjen në alarm të gjitha strukturat e qeverisës të drejtësisë, KLG-ja, KLP-ja dhe veçanërisht Inspektori i Lartë i Drejtësisë, që është një figurë tepër e rëndësishme në... A ka kryer kontrolle këto dy institucione? Unë them që jo. Po pse? Sepse edhe kryeministri, se do pyes për kryeministrin, po me të drejtë, do të tha, a kanë kryer kontrolle, tha, institucionet kontrolluese? Ja, pra po jo them unë tash. Problemi është që një aspekt shumë i rëndësishëm është merrni statistikat dhe shikoni sa pafajësi kanë dhënë. Po marr aspektin penal. Shumë pak. Shumë pak. Atëre një drejtësi që nuk je pafajësi është për të analizuar në themel të saj. Shkakun. E para, e dyta, më thoni juve në proceset civile administrative ku palë shteti për probleme madhore, thashë. Them për rrogat e për këto. Sa është dhënë vendimet kundra shtetit? Sa është numri i dhënies së vendimeve? Shumë pak. Shumë pak. Pra kjo tregon që ka një konformizëm të gjyqtarit dhe prokuror për të qenë brenda. S'më intereson mua se po dënohet filani ose po humb filani procesin gjyqësor, civil apo administrativ. Rëndësi ka unë të jem në rregull, sepse mua s'më kërkoj llogari pse dhe ti vendim në favor të shtetit ose në favor të akuzës. Mua më kërkoj llogari po edhe është e kundërta. Shifeni juve, t'japet një pafajësi, alarm media, alarm drejtësia. A thot, në këtë situatë, gjyqtari prokurori thot, çau, kështu është problemi, po i çfarë më? Le të futet në burg kush dojmë. Le t'i preket interesat, mjafton që është e frikshme. Sepse, di pse është e frikshme kjo? Sepse ne s'kemi institucione aktive, kontrolli dhe t'i japin siguri gjyqtarit dhe prokurorit. Po pse nuk e kemi këtë? Sepse drejtësia ka një gjë. Ajo piktura atje dhe ajo busi i thot me sy të mbyllur është shumë signifikative. Nuk ka dalë sot ajo. A ka dalë që në Romën e lashtë, në kohën kur janë krijuar institucionet e para dhe konceptet e drejtësisë. Dhe këta e kanë kuptuar reformën që do të jetë një produkt që vetëm duhet të dënojnë, vetëm të mbrohet shteti, por harrojnë një gjë, që parësore janë interesat për të mbrojtur interesat e të drejtave themelore të individit në proces. Se kur e provojnë në kuris, të gjithë ata deputet që ju thanë po është e vërtet, po asnjëri si lexon ligjet kur. Me përjashtim 2-3 profesionistëve që të kapin momentet. Ose kur ju thua që ore shikoni këtë moment, për shembull, Spaku, kush do ta kontrolloj?